Ju ndodh shpesh të zgjoheni gjatë natës, e gjithë kjo lidhet me sasinë e ujit që pini. Trupi i njeriut ka nevojë të marrë lëngjet të nevojshme dhe të mos dehidratohet. Madje këshillohet rreth 2 litra ujë në ditë për nevojat trupore. Sipas një studimi amerikan dhe kinez, mospirja e ujit mjaftueshëm gjatë ditës shkakton edhe humbjen e tij me rreth 2 orë gjumi gjatë natës. Në bazë të studimeve të publikuar në revistën Sleep, personat që nuk pinë mjaftueshëm ujë kanë në cilësi të dobta të gjumit. Kriteret e vlerësimit të përdorimit për të analizuar kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit ishin dëndësia dhe përbërja jonike e urinës. Një dëndësi e lartë e urinës me përmbajtjen e kriprave janë tregues të hidratimit të dobët që çojnë në një shkurtim të kohëzgjatjes së gjumit me rreth 2 orë. Në fakt, gjithçka është e lidhur me ndryshimet dhe çlirimin e hormoneve antidiuretike të cilat ndihmojnë në ritmin kardiak. Me fjalë të tjera, nëse trupi është i dehidratuar, ai mbrohet duke prodhuar edhe mënyra të mira për të humbur lagështinë duke ndikuar në zgjimin e errshëm.